Kemi pas sfida të mëdha me problemet me qenë ndacaku, sterilizu, vaksinu, 4.000 qenë. E po ashtu edhe kemi ndërtu strehimorin, e kemi ndërtu qendrën e veterinarisë. Po i bëjmë gjitha këto punë pa asnjë ndihmë për fat të keq. Niveli qendror para 3 vitesh na ka thonë publikisht që e ka ndarë një buxhet prej 9.8 milionësh, mirë po deri më sot kanë shpenzu 0, pra kanë shpenzu 0 buxhet. E kushteve më të mira për qytetarët e kryeqytetit, e po ashtu edhe për kafshët, pra për qenet në të njëjtën kohë. E dim që kemi pas sfida të mëdha me problemet me qenë ndacak dhe vazhdojmë të kemi sfida, pra puna nuk ka përfunduar. Sfidat kanë qenë shumë të mëdha për gjatë muajve, viteve të tëra. E dim që qeverisja e kaluar për 8 vite i ka vaksinu, sterilizu, e kastru vetëm 500 qenë, derisa ne për këto 3 vite gjys kemi mbri numërin në 4.000, pra kemi kastru, sterilizu, vaksinu 4.000 qenë. E po ashtu edhe kemi ndërtu strehimorin, e kemi ndërtu qendrën e veterinarisë, pra jemi marrë me seriozitetin edhe punën më të madhe për me ndihmu gjendje në teren, pra edhe për qytetarë që thash, po edhe për qenë. Dhe sot po e dhojmë për adaptim qenën e 1.000, që është një numër monumental, pra tregon që kemi një interesim të madh nga qytetarët për me adaptu qenë të ndacak. Edhe tashmë kjo po zhvillohet, po them, në një tempo të mirë, po shihet që edhe në pjesë të ndryshme të kryeqytetit tash është një siguri shtesë edhe për qytetarët, edhe për qenë të ndacak. Pra po i bëjmë gjitha këto punë pa asnjë ndihmë për fat të keq nga niveli qendror, përkundër faktit që niveli qendror para 3 vitesh na ka thonë publikisht që e ka ndarë një buxhet prej 9.8 milionësh, mirë po deri më sot kanë shpenzu 0, pra kanë shpenzu 0 buxhet në ndihmë ndaj komunës Prishtinës apo çfarëdo komune në Kosovë. Vetëm prej janarit deri tash në fund të marsit i kemi 44 incidente, pra 44 kafshime, prej tyne 2 fëmijë. Edhe është, po them, një problem që është dashur me marrë me seriozitetin më të madh gjithmonë, e për fat të keq në Kosovë është vetëm kryeqyteti i cili e ka marrë këtë çështje me seriozitetin më të madh. Prandaj sot publikisht kërkoj nga qeveria e Kosovës që të na bashkangjitet në zgjidhjen e këtij problemi për një periudhë kohore tash edhe më të gjatë, pra të jo vetëm të caktojnë buxhete dhe mos t'i shfrytëzojnë, mos t'i realizojnë, po të merren në mënyrë ashtu të ditëpërditshme të na ndalin në ndihmë edhe neve si kryeqytet, po them me aspektin financiar, po edhe gjitha komunave tjera, sepse vetëm me një bashkëpunim të mirëfillt ndër me ministri, me komuna, mundemi me zgjidh këtë problem për një periudhë afatgjatë. Po ashtu mundem e thonë që sistemin të cilin ne kemi kriju, tash të gjitha adaptuesit, pra i shikojmë, e kemi ekipën e cila shkon edhe i monitoron gjitha pikat ku jipen qenë për adaptim, se me shikua i kanë kushtet. Sado që dikush mund të shef qenë sot në Prishtinë, sot i kemi 1.000 qenë më pak në hapësirat publike dhe ne po vazhdojmë për kushtim që të japim zgjidhje totale kësaj problematike. Natyrisht po bëjmë apel, siç e tha edhe kryetari, që edhe niveli qendror na ndihmojë që ta kemi më të lehtë, sepse një prej problemeve që po na paraqitet në vazhdimsi është sjellja e qenëve nga zona tjera, do thotë nga qendra tjera jashtë kryeqytetit, dhe ky është një problem të cilin bashkërisht edhe me Policinë e Kosovës, natyrisht me inspektoriatin, po edhe me nivelet qendrore mund ta luftojmë më shpejt. Na jena shumë të kënaqur që mujna me adaptu qenë, me kriju një strehimore,
që ata me pas një ambient më të ngrohtë, me pas për kujdes dhe dashuri për ta, edhe i bëj apel krejt qytetarëve që mos me bleni qenë për me adaptu, me ofru një shtëpi. Edhe tjetër. Të dy. Një më Argentina, një më bën ne për Po, e na s'kemi nevojë për gjoa. nuk kurrë. Urime. Faleminderit Urime, faleminderit për ndihmën kryeqytetit edhe e po që një familje tash edhe më të madhe më të mirë me këta që janë të mrekullueshëm. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Me tim Faleminderit. Mira ishte. Faleminderit. Faleminderit.